O kjo prapë nuk përbën lajmë. Domthonë, lajmi dje për shembull mund përbënte se si një nënpunëse e paguar nga taksat e shqiptarëve në kuvendin e Shqipërisë, i turresh nga mbrapa një deputeti që kishte marrë letër në mënyrë, se di domethënë, se atje paguhen shumë njerëz te kuvendi i Shqipërisë. Nuk mund t'i turret nënpunësja një sekretar e administratës kuvendit nga mbrapa një deputeti. Po deputeti duhet ta marrë. Tash unë nuk gjykoj deputetin sepse në optikën time personale unë nuk e vlerësoj fare, domethënë nuk kam ndonjë vlerësim konkret për personin fjalë. Por, më fal, nënpunësja ka atë punë që ka. Po. Deputeti firmosi për të zgjuar dokumentin. Këta, shiko, është një lojë e shpifur. Dhe ju thoni, nuk gjykoni veprimin e deputetit, por veproni veprimin e nënpunësës. Është një lojë e shpifur e të dyve dhe palëve, edhe deputetit që e merr dhe nënpunësës që e ndjek. Pra, këta kanë krijuar një model i cili edhe në sytë e publikut, dhe në sytë e kamerave, dhe në sytë e institucioneve shtetërore, të marrësh një dokument zyrtar, të ikësh me vrap, dhe nënpunësi i shtetit të ndjekin në mbrapa, ndërkohë që paguhen 20 nënpunës tjerë për të garantuar sigurinë e tjerë, ja paraqisin shqiptarëve dhe ky është absurdi. Ditën që përgjegjëshmëria e deputetëve duhet ishte në kuvendin e Shqipërisë aty për të ndaluar abuzimin e kryeministrit dhe qeverisë për t'i kërkuar llogari kësaj të fundit, ç'a ndodh? Ndodh që i deputet shkon e bëhet po themi objekt i këtyre memeve gazmore, se si vetë e merr dhe nënpunësja objekt i memeve gazmore se si vetë rrëzohet nga shkallët. Është absurdi shqiptar ky. Dhe për këtë janë shqiptarët. Pra fajin e ka ajo, thoni juve? Jo, fajin e ka sistemi. Jo, nuk e ka ajo, e ka sistemi. E ka sistemi. E ka sistemi. Këtë sistem po duam të arëzojmë. Për të mos devijuar nga protesta, deputetët ju injorojnë. Kryeministri ju refuzon, a duket sikurse për 58 ditë me radhë të kësaj proteste asgjë s'ka ndryshuar?